Kapitulli i mjedisor në negociata për antarësimin e Shqipërisë po shihet si një ndër sfiduesit për grupe negociator shqiptar. Një sfidë që nuk i ka shpëtuar as kryeministri Edi Rama. Ai njoftoi se për shkak të këtyre negociatave qeveria do të nisë një reformë që synon bashkimin e agjencive kombëtare të zonave të mbrojtura dhe agjencisë kombëtare pyjore për të përmirësuar koordinimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura dhe i agjencisë kombëtare të pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponentë të pazgjithshëm nga njëri tjetri dhe dy agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin. Rama synon të zgjidhë sfida të tjera të rëndësishme si parandalimi i zjarreve dhe shtimi i hapësirave të gjelbërta, duke përdorur mbështetjen financiare të re dhe teknologji, përfshirë pyllëzimin me dron. Angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes pyllëzimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen. Në forumin për ty natyrë, Rama nënvizoi gjithashtu rëndësinë ekonomike të menaxhimit të zonave të mbrojtura. Ai përmendi vendet e njohura si Syri i Kaltër, Kunevajini dhe Mali i Dajtit, duke i konsideruar si hop cilësor që mund të sjellin të ardhura për komunitetet lokale, për sa kohë menaxhohet si duhet.